Pasi të firmoste në bordero private, Berisha thirrje urdhri të mjekut të hiqet menjëherë diploma Bajram Begajt. Në konferencën me gazetarë, Sali Berisha u ndal sërish tek denoncimi i bërë më parë nga Partia Demokratike, ku deklaruan se presidenti Bajram Begaj rezultoni punësuar në një klinik private mjekësore. Berisha, ndër të tjera, sot i bëri thirrje urdhri të mjekut që t'i heqë menjëherë diplomën e mjekut të Begajt. Tani e vërteta është se zonja Betja ka patur guximin kur ajon që për të vërtetën të pranoj të mbetet pakisë në mënyrë të përsëritur në atë gjykat. Pra ajo ka nderuar ligjin, ka dëshmuar integritetin e vet, por nuk mund të mos thuhet se mbushja e kupës është pikërisht kjo. Kjo i tërboi Edi Ramën dhe Haram Limionin, i cili ka paturpsinë të ri në detyrë pasi Neni 89 i Kushtetutës thot, presidenti i Republikës nuk mund të mbajë asnjë detyrë tjetër publike, nuk mund të jetë antar partie dhe nuk mund të kryej as veprimtari tjetër private, as të kryej veprimtari tjetër private. A mund të imagjinoni ju kryetari i shtetit tuaj për babzinë e tij të papërmbajtur ose nuk ka lexuar një faqe gjysmë nga Kushtetuta, disa nene i kushton këtij institucioni ose i konsideron ato letër e vdekur dhe nuk pyet për to. Nuk ka gjë më të vetë kuptueshme se presidenti nuk mund të kryej asnjë funksion tjetër, se presidenti ka të renditura në kushtetutë se çfarë mund të bëj, ato që thot kushtetuta ose të tjerave që në zbërthim të kushtetutës i jepen me ligj. Neni 94, presidenti i Republikës, nuk mund të ushtroj kompetenca të tjera përveç atyre që i njihen shprehimisht në kushtetutë ose që i jepen me ligj të nxjerra në pajtim me të. Por për Bajramin, pengi i Limionit dhe oferave të tjera korruptive është një sklav në duart e Edi Ramës dhe xhepave të tij. Shkon firmos, merr para në bordero private, i bëj thirrje urdhrit të mjekut t'ia heq menjëherë diplomën, i bëj thirrje urdhrit të mjekut t'ia heq diplomën se turprim më të madh se ky nuk ka. Por kjo nuk është vetëm kur je në grupim, klanin, bodrumin, shpellun e Edi Ramës, mund të bësh në këtë mënyrë. Të paktën urdhri i mjekut duhet të tregojë integritet dhe ta përjashtojë si të padenj për këtë akt që ka kryer. Sigurisht që të gjitha këto i renditën në dokumenta impeachment dhe kjo që ka bërë për gjyqtaren Betja do të jepen për ndjekje penale. Ndjekja penale dhe impeachment janë dy procedura të ndryshme, por unë ftoj prapë të reflektoj në qoftë se i ka mbetur edhe një kuant i integritetit njerëzor të largohet menjëherë nga ajo detyrë se ka turpruar në mënyrë skandaloze, tha Berisha.